Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kur na ndajnë vetëm pak orë nga ndërrimi i viteve, edhe deputetët dhe përfaqësues të pushtetit vendor të rajonit Jugor kanë përcjell mesazhe shprehse mirënjohjeje dhe besimi për të ardhmen. Me fjalë të ngrohta e plot emocion, ata kanë uruar një vit të ri të mbar, plot shëndet e të begat. Policia e shtetit ka shtuar masat e sigurisë në të gjithë vendin për natën e ndërrimit të viteve, me fokus të veçantë kontrollet ndaj tregëtimit dhe përdorimit të palikshëm të lëndëve piroteknike. Strukturat policore janë angazhuar maksimalisht në zona urbane, sheshe dhe ambiente ku pritet grumbullim qytetarësh. Për festat të gëzuara dhe pa probleme shëndetësore, një paket këshillash vjen nga bluzat e bardha. Ato fillojnë që nga kujdesi që duhet treguar me çfarë do të konsumojmë e deri tek apeli për drejtuesit e mjeteve për të qenë të vëmendshëm pasi edhe fluksi i lëvizjes është shtuar. Atmosferës së festave në Dervician janë bashkuar edhe pjesëtarët e korit të muzikës tradicionale bizantine të ardhur nga Greqia. Rreth 35 anëtarë të korit së bashku me orkestrën performuan himne kishtare. Ju njohim tani më gjerësisht. Në këtë fund vit, Ministri i Arsimit dhe njëherëzi drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës, Mirela Kumbaro, ka zgjedhur të i drejtohet qytetarëve me një kartolinë urimi që vjen drejt për drejt nga zemra, e shoqëruar nga kënga e gjirokastritëve të vegjël nga qyteti i Gurt. Ajo përcjell urimin e fundit të vitit që po mbyllet dhe të parin për vitin e ri 2026 që po troket. Ministri i Arsimit, njëherëzi drejtuesja politike e qarkut të Gjirokastrës, Mirela Kumbaro, ka zgjedhur të drejtohet qytetarëve me një kartolinë urimi që vjen drejt për drejt nga zemra. E shoqëruar nga kënga e gjirokastritëve të vegjël nga qyteti i Gurt, ajo përcjell urimin e fundvitit që po mbyllet dhe të parin për vitin e ri 2026 që po troket. Me shumë mirënjohje dhe për ulësi, urimi shkon për njerëzit e zemrës për çdo familje gjirokastrite, tepelenase, me maljote, këlqyrjote, për metare, libovite dhe dropullite, për dyert dhe zemrat e hapura për dashamirësinë dhe për të gjitha punët e bëra gjatë këtij viti, si dhe për angazhimin që do të vijojë për të çuar përpara projektet e zhvillimit dhe mirëqenies në një qark që, siç shprehet ajo, i ka dhënë dhe i ka mësuar aq shumë. Ndërkohë, në cilësinë e ministres së Arsimit, Mirela Kumbaro uron një vit plot suksese për të gjithë nxënësit dhe studentët, nga fëmijët që këtë shtator hodhën hapat e parë në klasën e parë, deri tek të rinj që përmbyllin ciklin e studimeve universitare në Shqipëri dhe në diasporë. Një vit të begat për mësuesit, që nga ata që u mësojnë nxënësve si të mbajnë penën, e deri tek akademikët që i përcjellin me krenari drejt horizonteve të jetës në tokën e diplomimit. Po ashtu, një vit të mbar për mësuesit ndihmës, psikologët, punonjësit social, oficerët e sigurisë në shkolla dhe të gjithë personeli mbështetës që japin profesionalizëm dhe zemër për sistemin arsimor. Urimi përmbyllet me një mesazh të ngrohtë për të gjithë familjet shqiptare, vatrën e parë të edukimit dhe dijes, aty ku lind dhe rritet e ardhmja, shkruan Ministria Kumbaro. Kur na ndajnë vetëm pak orë nga ndërrimi i viteve, edhe deputetët e rajonit Jugor janë bashkuar urimeve për qytetarët duke përcjell mesazhe shprehse mirënjohjeje dhe besimi për të ardhmen. Me fjalë të ngrohta dhe emocion, ata kanë uruar një vit të ri të mbar e të begat, më shumë shëndet, paqe dhe mirëqenie për çdo familje, duke shprehur dëshirën që viti që vjen të sjellë më shumë bashkim, mundësi dhe ditë më të mira për të gjithë. Në këto ditë të fundit të këtij viti dua t'ju uroj nga thellësia e zemrës, me mirënjohje të thellë, gjithë banorët e qarkut Gjirokastër, gëzuar festat Krishtlindjet dhe vitin e ri, të jetë një vit i mbar, një vit i begat, plot shëndet, harmoni, lumturi për ju dhe familjet tuaja. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Ju dua shumë. Viti që la pas ka pasur momente gëzimi, momente trishtimi, si çdo vit. Shpresoj që 2026 të jetë një vit harmonik.
Në ratë parë ju uroj gëzuar, shëndet tek ju dhe familjarët tuaj, gëzuar në çdo shtëpi shqiptari dhe paçi në 2026 në Shqipërinë, një vend më të mirë, më të begat për të gjithë. Të nderuar qytetar, ky vit që po lëm pas ishte një vit sfidash por dhe solidariteti. Ishte një vit që solli mbështetje, besim dhe bashkëpunim, por dhe vështirësi të mëdha sidomos nga dukuritë e forta të natyrës që prekën shumë familje. Jo gjithçka ishte e lehtë, por asgjë nuk ka ndali, jemi aty ku duhej, së bashku me pushtetin vendor dhe qendror. Dua t'ju uroj një vit të ri 2026, një vit të gëzuar me mbarësi, lumturi, shëndet dhe harmoni në familjet tuaja dhe për Shqipërinë një ecuri të shpejtë drejt familjes së madhe europiane. Ju falenderit. Në këtë orë të fundit të vitit edhe prefektja e Qarkut Gjirokastër Albana Hasanaj së bashku me kryetarin e Këshillit të Qarkut Dino Selimi kanë përcjell urimet për qytetarët. Me mesazhe të ndjera dhe plot mirësi, ata kanë uruar që viti i ri të sjellë paqe në familje, shëndet, begati dhe më shumë shpresë për çdo banor të Qarkut. Në prag të ndërrimit të viteve, dua të përcjell urimet më të përzemërta për gjithë banorët e Qarkut tonë, brenda dhe jashtë kufive të vendit. Viti që lan pas ishte një vit plot sfida, por dhe me përpjekje të përbashkëta për stabilitet, siguri dhe bashkëpunim institucional në shërbim të interesit të publikut. Fal angazhimit të institucioneve, strukturave vendore dhe qytetarëve, dëshmuam se përgjegjësia dhe solidariteti janë vlera që na bashkojnë. Në prag të vitit të ri, dua të uroj shumë dashuri, mirëqenie, sukses dhe çdo të mirë për çdo familje. Le të vazhdojmë së bashku këtë rrugëtim, me më shumë përgjegjësi dhe përkushtim në shërbim të qytetarëve. Së bashku, le ta bëjmë këtë vit të ri më të mirë për të gjithë. Dhe urimi më i ngrohtë shkon për ata që na ngrojnë zemrën çdo ditë, fëmijët tanë. Le të jetë viti 2026 një vit plot shëndet dhe suksese për ta. Një vit më afër ëndrrës së tyre. Gëzuar vitin e ri 2026. Në emër të Këshillit të Qarkut Gjirokastër, uroj çdo familje shëndet, mbarësi dhe paqe. Le të jetë një fillim i ri me më shumë bashkim, shpresë dhe besim për të ardhmen. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar festa dhe Qarkut Gjirokastrës. Në prag të ndrimit të viteve, edhe kryetarët e bashkive të Qarkut Gjirokastër kanë përcjell urimin e tyre për qytetarët. Në urimet e tyre, kryebashkiakët kanë shprehur mirënjohje për bashkëpunimin dhe mbështetjen e qytetarëve gjatë vitit që lan pas, duke theksuar besimin se 2026 do të jetë viti i shpresës, punës së përbashkët dhe zhvillimit për çdo bashki të Qarkut.
Meqense jemi në prag të vitit të ri, unë do të dëshiroja të uroja gjithë përmetarët, gëzuar festat, gëzuar vitin e ri, të kenë shëndet, mirësi dhe bekime në familjet e tyre. Qoftë një vit i mbarë dhe i suksesshëm, me plot shëndet për të gjithë përmetarët. Të nderuar banorë të Bashkisë Liboh, në përmbyllje të këtij viti dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen time të sinqertë për bashkëpunimin, durimin dhe kontributin tuaj gjatë gjithë kësaj periudhe. Viti që po lëm pas kanë qenë mbushur me angazhime, sfida dhe përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar jetën e përditshme të komunitetit tonë. Janë bërë hapa të rëndësishëm, por jemi të vetëdijshëm se ka ende shumë punë përpara. Në disa raste ritmi i lartë i punës dhe nevoja për të vepruar shpejt mund të ketë sjellë keqkuptime. Por dëshiroj të theksoj se asnjë shqetësim nuk është neglizhuar. Ju falenderoj për durimin, për mirëkuptimin, për fjalët e mira, por edhe për kritikat që na ndihmojnë të reflektojmë dhe të përmirësohemi. Vetëm së bashku me besim dhe respekt për njëri tjetrin, mund të ndërtojmë Libohor më të fortë dhe më njerëzore. Ju uroj shëndet, paqe dhe mbarësi në çdo familje. Qoftë një vit i mbarë dhe i begat për gjithë familjet. Gëzuar gjithë së bashku. Të dashur bashkëqytetar, nga zemra i uroj komunitetit dhe çdo familjeje në Dropull e Pogon një vit të ri me shëndet, paqe dhe mbarësi. Jam krenar për punën, solidaritetin dhe vlerat që na bashkojnë dhe që e bëjnë trevën tonë çdo ditë e më të fortë. Angazhohem të vazhdoj të punoj me përkushtim për zhvillimin e bashkisë sonë, duke dëgjuar me vëmendje dhe duke respektuar zërin e çdo qytetari. Ju falenderoj për besimin dhe uroj që viti 2026 të na gjejë më të bashkuar, me shpresë dhe besim për të ardhmen. Gëzuar vitin e ri. Αγαπητοί συμπολίτες, σας εύχομαι από καρδιάς ένα νέο έτος γεμάτο υγεία, ειρήνη και ευημερία για κάθε σπίτι στην Τρόπολη και το Πογόνι. Η συνεργασία μας και οι κοινές αξίες μας δυναμώνουν τον τόπο μας, προωθούν την ανάπτυξη και ενισχύουν την κοινότητά μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με συνέπεια και αφοσίωση για την πρόοδο και την ευημερία του Δήμου μας, ακούγοντας με προσοχή τη φωνή του κάθε πολίτη και σεβόμενος τις ανάγκες του. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας και εύχομαι το 2026 να μας βρει πιο ενωμένους και να μας φέρει ευημερία και αισιοδοξία στα σπίτια μας. Καλή χρονιά! Të dashur bashkëqytetarë të Pelenas, në rastin e festave të fundvitit, kam kënaqësinë të përcjell urimet më të mira për ju dhe familjet tuaja. Uroj që ky vit të sjellë shëndet, paqe, harmoni për mbarë të Pelenasit brenda dhe jashtë vendit. Le të jetë viti 2026, viti bashkëpunimit, i zhvillimit dhe mirëqenies për të gjithë komunitetin tonë. Gëzuar! Do të bëj një urim për gjithë banorët e Bashkisë Kërcyr dhe mëtej që viti 2026 t'i gjej sa më të gëzuar, sa më të lumtur dhe tjetë një vit sa më i mbarë në familjet e tyre, duke i uruar shëndet, mbarësi, kudo ku kanë dëshirë dhe sa më shumë suksese për të gjithë. Të dashur qytetarë të Bashkisë me Malje, më lejoni që në këtë natë të ndërimit të vite që falenderoj sinqerisht për mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm që më keni dhënë. Viti 2025 ka qenë një vit plot sfida dhe plot suksese për Bashkinë me Malje. Një vit i ngarkuar me punë, me mund dhe me shumë rezultate të arritura
në infrastrukturë, në arsim, kulturë, në usjellës, kanalizime e në çdo fushë tjetër të Bashkisë e Malje. Unë jam besim plot dhe shpresë plot që viti 2026 do të vazhdojmë jo me të njëjtat ritme, por do të shtojmë ritmet duke punuar akoma më shumë në gjitha drejtimet e Bashkisë me Malje. Uroj që viti 2026 të gjejë gëzuar dhe qoftë një vit i mbarë dhe i begat për ju, familjet tuaja dhe gjithë kombin shqiptar. Faleminderit. Policia e shtetit ka shtuar masat në të gjithë vendin për natën e ndërimit të viteve, me fokus të veçantë në kontrollet ndaj tregëtimit dhe përdorimit të paligjshëm të lëndëve piroteknike. Strukturat policore janë angazhuar maksimalisht në zona urbane, sheshe dhe ambiente, ku pritet grumbullim qytetarësh, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Ndërkohë, në pikën e kalimit kufitar Kakavi, situata paraqitet e qetë, pavarësisht fluksit të shtuar të lëvizjeve. Gjatë këtyre ditëve janë intensifikuar kontrollet në teren në bashkëpunim me strukturat vendore për parandalimin e tregtimit dhe përdorimit të paligjshëm të fishekzjarëve dhe lëndëve piroteknike, ndërkaq që forca shtesë policore janë angazhuar në zonat urbane, sheshe dhe ambiente ku pritet grumbullim qytetarësh. Bëjmë e dije qytetarët që të jenë korrekt në zbatimin dhe në normat e sjelljes sipas kodit rrugor, po kështu i bëj thirrje prindërve dhe qytetarëve që kanë mjete përdorim që mos ja japin personave pa leje drejtimi dhe fëmijëve, pasi në kodin penal dhe në kodin rrugor kanë sanksione të posaçme për ndëshkimin e tyre. Masat të tjera kemi me shërbimet e territorit që përbëhet nga patrulla e përgjithshme, shqiponja dhe krimet volum. Me detyrë në mbulimin e territorit sipas zonave policore, për goditjen e paligjshmërisë, si dhe për kapjen e personave kërkim dhe personave për armbajtje pa leje. Një detyrë posaçme këto shërbime do të kenë dhe natën e ndërimit viteve, do të mbajnë kontroll të plot të gjitha ambientet e hapura dhe të mbyllura ku do të organizohen ceremoni të darkës së ndërimit viteve. Po kështu, efektivet e shërbimeve të forcë të shqiponjave, të RNS dhe të forcat sigurisë kombëtare do të jenë gatshme për të përgjigjur në kohë situatave dhe do të përdoren nëse do të jetë e nevojshme. Një detyrë tjetër që po zbatohet me prekmëri është kontrolli i lëndëve piroteknike, ku në bashkëpunim me strukturat e shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe agjësitë e tjera ligjë statuese, po ushtrojmë kontrolle dhe siç e keni ndjekur dhe ju nëpërmjet televizioneve, kemi bërë disa sekuestrime dhe disa ndëshkime në lidhje me paligjshmërinë e përdorimit dhe të administrimit të lëndëve piroteknike fishekzjare. Do të vazhdoj puna me intensitet lartë dhe këtu duhet të jap një porosi për të gjithë ata që tregtojnë apo do të përdorin lëndët piroteknike, që të bëjnë kujdes, të administrojnë dhe të përdorin sipas rregullave vendosura. Të bëjnë kujdes, mos i lejojnë fëmijët që të përdorin ato, sepse ata janë vetë nuk janë në gjendje që të kujdesen dhe përdorimi në mënyrë paligjshme tyre do të cënojë rënd jetën e qytetarëve. Në ditën e fundit të vitit, situata në pikën e kalimit kufitar Kakavi paraqitet e qetë dhe pa probleme, ndërkohë që në qytet vihet re një fluks i shtuar lëvizjesh. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në pikën dollkanore të Kakavies janë përpunuar gjithsejt 9.149 shtetas në hyrje dhe dalje të saj. Për festat të gëzuara dhe pa probleme shëndetësore, një paket këshillash vjen nga bluzat e bardha. Ato fillojnë që nga kujdesi që duhet treguar me çfarë do të konsumojmë e deri te kapeli për drejtuesit e mjeteve për të qenë të vëmendshëm pasi edhe fluksi lëvizjes është i lartë. Pak orë në ndajnë nga nata e ndërimit të viteve. Tryeza e kësaj nate është e veçantë pasi mbledh rreth saj familjarët, ndërkohë që edhe gatimet janë nga më të shumëllojshmet. Që kjo atmosferë gëzueshme të kalojë pa u shënuar problematika shëndetësore, një paket këshillash vjen nga shefja urgjencës së Spitalit të Gjirokastrës, Ana Llukani.
Pikë së pari nuk duhet të abuzojmë me ushqimin, sidomos personat që vuajnë nga sëmundje kronike të tilla si diabeti, nuk duhet të abuzuar me yndyrnat dhe sheqernat që në këto ditë festash janë masive. Duhet kemi parasysh që të respektojmë një dietë sa më të pasur në perime dhe në fruta dhe sa më shumë ujë, pra për hidratimin e trupit. Pikë së dyti nuk duhet të abuzojmë me alkoolin, në këtë mënyrë jo vetëm për komplikacionet që mund të shfaqin organizëm, por për të shmangur në këtë mënyrë edhe aksidentet automobilistike, pra drejtimi i mjetit automobilistik në ndikimin e alkoolit. Kujdes kërkohet edhe në përdorimin e fishek zjarreve. Duhet jemi sa më larg lëndëve piroteknike për të shmangur të gjitha traumat dhe pasojat që vijnë prej tyre. Shumë kujdes duhet të tregojnë prindrit për fëmijët e tyre, pra për moshat pediatrike, për të mos shkaktuar lëndime nga lëndët piroteknike që përmendëm më sipër, të tilla si fishek zjarre dhe kapsolla. Jo vetëm për djegjet e lëkurës, por një pikë shumë e rëndësishme janë edhe problemet në shikim që ato shkaktojnë. Urgjenca e Spitalit Rajonal Omer Nishani do të funksionojë me personel të shtuar mjekësor gjatë ditëve 31 dhjetor, 1 dhe 2 janar. Edhe mjekët e Përmetit i kërkojnë përmetarëve të tregojnë kujdes në konsumin e ushqimeve dhe pijeve alkolike për t'i shijuar festat pa pasoja për shëndetin. Në traditën e çdo përmetari, ndërimi viteve shoqërohet me një tavolinë të mbushur me ushqime të shumëllojshme, por ajo që theksohet nga bluzat e bardha është se gjatë këtyre ditëve festive shtohen edhe rastet e qytetarëve që u drejtohen spitaleve për probleme shëndetësore. Mbas festave, në përgjithësi shtohen numri i pacientëve që paraqiten në qendra shëndetësore. Nga pijet, nga ushqimet dhe shtohen më shumë. Ka patur shumë raste. Edhe të sëmurë vinë shumë në fillim të janarit. Ndërkaq, Lavdie Hoxha, mjeke e qendrës shëndetësore numër 2 dhe numër 3 në Përmet, apelon qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar në konsumimin e ushqimeve dhe pijeve alkolike gjatë festave për të shmangur komplikacionet shëndetësore. Ne si mjek, përveç se punës që bëjmë kështu, japim dhe këshilla. Edhe në mënyrën e ushqimit, të mos mbi ngarkohe, që nga ushqimet me yndyrna, që nga kripa, që nga pijet alkolike, se të tëra këto ndikojnë. I ftohti, koha, ndikon shumë dhe në sëmundjet e zemrës. Duhet të hanë pak, duhet të ecin shumë. Festat janë për t'u gëzuar në familje, por mjekët kujtojnë se vetëm kujdesi dhe moderimi në ushqime pije i bën ato që të përfundojnë pa pasoja shëndetësore. Atmosferës së festave në Dervician janë bashkuar edhe pjesëtarët e korit të muzikës tradicionale bizantine ardhur nga Greqia. Rreth 35 anëtar të korit së bashku me orkestrën performuan himne kishtare. Rikthehet në Dropull sërish për festat e fundvitit. Ky është kori muzikës tradicionale bizantine nga zona e Agrinios në Greqi. Ngjiten për herë të dytë në skenën e Shtëpisë së Kulturës Dervician për të uruar festat përmes psalmeve dhe himneve të kishës dhe kolendrave. Ne jemi kori të rinjve të muzikës tradicionale bizantine, Emelia, nga zona e Agrinios, dhe vijmë për herë të dytë në Dervician për të uruar festat për vëllezërit tanë këtu dhe të këndojmë psalme dhe himne të kishës dhe kolendrat bizantine nga gjithë Greqia. Kori ynë funksionon gjithë vitin, duke dhënë mundësim fëmijëve dhe të rinjve të merren me himnologjinë kishtare, por edhe me gëzimin e jetës që janë këngët tona. Funksionon prej shumë vitesh, realizon aktivitete gjatë vitit, sidomos për Krishtlindje, Pashkët dhe në festat tona lokale. Jemi për herë të dytë këtu, për të dhënë gëzime bashkëatletarëve tanë në Dervician. Kori im përbëhet nga 30 deri në 35 persona, ku pjesa dërmuese janë fëmijë të vegjël, por ka nga të gjitha grupmoshat, që nga ata të arsimit fillor, gjimnazist dhe student. Ka dhe një orkestër me afro 10 instrumentistë. Jam pjesë e korit që fëmijë, pothuajse prej 15 vitesh dhe sot jam studente. Bëjmë shumë udhëtime si në Greqi edhe jashtë, në Shqipëri, Turqi. Ndihem e gëzuar që vi për herë të dytë këtu në Dervician dhe gjejmë këtu njerëzit që na kanë mirëpritur. Urojmë festa të gëzuara dhe shëndet. Koncerti mysafyre nga Greqia është duar trokitur nga spektatorët, të cilët të shprehen se për ta ishte një mbrëmje ndryshe.
Ishte një mbrëmje shumë e mirë për neve, kalojmë dhe kohën dhe dëgjojmë dhe diçka të re. Erdhëm këtu që ti dëgjojmë, na gëzuan që vinë për vite ditë. Dropulli vazhdimisht ka pritur dhe pret artist nga Greqia Fqinj, të cilët shpalosin artin e tyre përmes aktiviteteve të ndryshme që organizohen në bashkëpunim me Bashkinë apo edhe shoqata që funksionojnë në këtë zonë minoritare. Dhe me një urim të ngrohtë nga stafi i RTS Gjirokastrës për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen brenda dhe jashtë vendit, për ditë sa më të paqta e të begata në vitin 2026, kemi mbërritur në fund të ditarit informativ, edhe njëherë gëzuar le të jetë një vit i mbar e plot mirësi për të gjithë. Mirupafshim.